ju e preket pak, por dua të ndalem me 4 rinj të cilët kanë probleme me veshka dhe kur them të rinj, ndoshta edhe ashtu sikurse ju e cekët, që të vegjël, që fëmijë, dhe vjen për shkak të gjenit, apo për shkak të keq-ushqyerjes, për shkak të lëngjeve që konsumojnë etj. Është shumë dimensionale, ndikon në disa faktore, në multifaktoriale ndikimi, patjetër që gjenetika, trashëgueshmëria luan në rol vendimtar. Një individ I cili ka histori familjare për të zhvilluar hipertension, patjetër që ka predispozicion më të lartë. E njëjta histori është për sëmundjet e gurve, sëmundjet e kisteve në veshka, tumoret, njëkohësisht predispozicioni familjar është shumë I rëndësishëm. Gjëja kryesore që duhet I drejtohemi qytetarit dhe duhet qytetarit të jetë shumë vigjilent nëse ka histori familjare për probleme me veshkat, me tensionin, duhet patjetër të kontrollohet akoma më shumë se sa pjesa tjetër e qytetarëve që nuk ka një histori familjare të më përparshme. Nga ana tjetër, sëmundjet lindim me to, pra mund të lindim me sëmundje, mundet që dhe në fazat e para, për shkak të një defekti anatomik që lindim, mund të bëhen pasojë dëmtimit në mënyrë të vazhdueshme të veshkave, por nga ana tjetër, patjetër ndikimi I stilit jetesës, I shëndetit dhe sëmundjeve bashkëshoqëruese ndikon në mënyrë të jashtëzakonshme. Qa do thotë si përkthehet? Përkthehet në faktin që sapo vjen dhe afrohet mosha e shfaqjes së sëmundjeve. Pra, çdo ditë kemi të ri të sëmuar, që do thotë nëse më përpara ne kishim moshën 50-60 vjeç, ku shfaqen sëmundjet, dëmtimet në veshk, mosha është akoma më e re, mosha 30-40 vjeç, janë mosha të cilat fillon në mënyrë akoma dhe po afrohet mosha e shfaqjes obezitetit, që është një fakt dhe shkak kryesor I dëmtimit në veshka, I mosaktivitetit fizik, I infeksioneve, I stilit jetesës, të ushqyerit, fillimit hipertensionit në fazat më të hershme, fillimi I shfaqjes diabetit tip 2 si pasojë insulinorezistencës, janë gjithë faktorë të cilët dëmtojnë veshkën. Mos konsumimi I ushqimeve të duhura, sasisë të duhur të ujit, apo edhe disa veseve, si që është alkooli, duhani dhe njësër sëmundjesh tjera. Pra, çdo ditë më shumë kemi të ri të sëmuar dhe fatkeqësisht mosha mesatare e prithkjes në veshka po bëhet çdo ditë dhe më e vogël, pra më të ri. Kjo është një shqetësim real, sepse duhet të punojmë fuqishëm me edukimin e qytetarëve, me edukimin e brezave, sidomos brezave të ri, që kontrolli bazë luan një rol shumë kryesor në parandalimin e sëmundjeve, dëmtimit të sëmundjeve, shfaqjes së tyre dhe ç'është më e rëndësishmja instalimit të sëmundjes. Instalimi dhe jetesa me sëmundjen kronike të veshkës ka pasoja të jashtëzakonshme. Po nga kjo studio në fakt teksa ju flisin më erdhi në mendje sepse e cekët pak. Me mjek të ndryshëm kemi biseduar për kancerin e zorrës së trashë, e cila vitet e fundit duket sikurse ndoshta edhe nga keq-ushqyerja, ndoshta edhe nga ushqimet, duket sikurse ka avancuar, pra është rritur numri I të prekurve. Ndodh e njëjta gjë edhe me kancerin e veshkave? Apo jemi në fakt ushqyerja në përgjithësi dhe stili I jetesës është rrit shumë stresin oksidativ në organizmin ton dhe patjetër që shfaqet me dëmtime qelizore, qofshin edhe ato të rritjeve të pakontrolluarave të qelizave në trupin ton, si që janë në rastin e tumoreve, patjetër janë rritur tumoret, janë rritur gjithë patologjit në përgjithësi dhe sëmundshmëria është e rritur, është rrit njëkohësisht dhe jetëgjatësia e individëve, pra kemi edhe një jetëgjatësi më të madhe të njerëzve si krahasuar me vitet më përpara. Kjo është edhe për shkak përparimit të shkencës edhe instalimit dhe vendosjes aplikimit të terapive të reja në trajtimin e sëmundjeve që bëjnë rritjen e jetëgjatësisë, mbi jetesës së këtyre individëve. Po patjetër
rritet shumë kanceri, smundjet bazë që dëmtojnë veshkën, vendin kryesor e zë diabeti. Diabeti fatkeqësisht po ecën më hapa vegan, dhe në të njëjtën mënyrë edhe gjithë pacientët që vuajnë nga veshkat, numri i tyre rritet në mënyrë progresive. Vetëm 50% e gjithë pacientëve që marrin terapi zëvendësuese janë diabetik. Është një shifër që është për të proklamuar në mënyrën se si këto individ duhet parandalojnë shfaqjen e këtyre sëmundjeve, të cilët janë bazë dhe si dëmtim sekondar kanë veshkën. Hipertensioni, qoftë ai nga veshka apo edhe vetë hipertensioni esencial, dëmton në mënyrë të vazhdueshme veshkën, gurët, infeksionet, mos trajtimi i tyre i duhur, mos zbatimi i protokolleve, i diagnostikimit, ka shumë që trajtohen me një recetë mjekësore dhe nuk kryen ekzaminime të thelluara. Refuzojnë ekzaminimet e thelluara, mjaftohen me një medikament, me një kohëzgjatje mesatare, e cila nuk është bazuar në protokolle dhe në statistikë. Përmirësohen për momentin dhe më pas ato shfaqen në mënyrë të vazhdueshme, bëhen kronike dhe dëmtojnë në mënyrë kronike veshkën. Kështu që duhet të jemi shumë vigjilent. Është një thirrje jo vetëm për qytetarët, edhe për gjithë profesionistët mjekësor, të zbatojmë maksimalisht protokollet, të mos kursejmë pacientit ekzaminimet, analizat në çdo moment, sipas protokolleve dhe trajtimet të jenë me sensivitetin dhe të jenë njëkohësisht edhe me kohëzgjatjen e duhur dhe ndjekja në dinamik është shumë e rëndësishme, se në qoftë se gjithë pacientët dhe qytetarët përmirësohen nga një trajtim, patjetër që pas saj duhet të riekzaminohen, sepse dëmi mund të jetë aty, thjesht është përmirësuar simptomatika, por dëmi vazhdon dhe sëmundja përparon.